Hëngri i thra për një muaj çdo ditë dhe paprit mas filloi të ndjente diçka që e la pa fjalë. Hithra të përvelon në prekjen e parë, po pavarësisht drithërimës, është e pamundur të heqësh dorë prej saj. Në vendin tonë përdorime më të shpeshta i gjeni si mbushje në gatimet e byrekut, por edhe të zjerë në sallata. Por hithrat janë përdorur ndërshekuj edhe për të lehtësuar simptomat e alergjive, veçanërisht ato të shkaktuar nga poleni dhe pluhuri. Hithra është aq e mirë sa që praktikisht mund të çojë në falimentimin e farmacive. Ajo që duhet të dini është se në luftën kundër alergjive, të gjitha ilaçet shoqërohen me efekte të shumta anësore, ndërsa hithra jo vetëm që nuk ka asnjë efekt anësor, por t'jep edhe përfitime të tjera të shëndetshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Hithra është një bimë premtuese në trajtimin e problemeve të Alzheimerit, artritit, astmës, bronkitit, gurve në veshka dhe sklerozës. Për më tepër, hithra përdoret për të luftuar zbogthin, për të hequr yndyrnat e tepërta nga floku dhe nga trupi. Sot në Gjermani, hithra shitet si një bimë medicinale për problemet e prostatës. Ajo përdoret gjithësisht në përgatitjen e shumë recetave kundër inflamacioneve. Në Shtetet e Bashkuara, gjethet e hithrës përdoren kundër komplikacioneve të reumatizmës, artritit, tensionit të lartë të gjakut dhe të alergjive. Rrënja e hithrave përdoret edhe si recetë natyrale për rrënjen e flokut, cikleve femërore, hemoroideve dhe ekzemave. Nëse e vendosni hithrën në gishta ose në zone të tjera të prekura nga artriti, dhimbjet mund të qetësohen deri në 85%. Siç mund ta keni kuptuar, përfitimet që vijnë nga hithra janë shumë të mëdha, saqë vështirë të renditen të gjitha në një copë letër. Hithra do të stimulojë sistemin limfatik dhe do të fuqizojë sistemin imunitar. Hithra çliron gjithashtu nga simptomat e artritit. Ajo lufton gjithashtu edhe problemet e alergjive. Ndihmon edhe kundër problemeve të diabetit. I jep forcë fetusit e nëna shtatzana dhe ndihmon gjithashtu edhe në prodhimin e qumshtit te gratë leona. Çliron gjithashtu edhe nga simptomat menstruale dhe ndihmon kundër problemeve të fryrjeve dhe dhimbjeve të barkut, si pasojë e menstruacioneve. Shkatron gjithashtu edhe problemin e gurve në veshka dhe gjithashtu ndihmon edhe në qarkullimin më të mirë të lëngjeve urinare. Ul tensionin e lartë të gjakut. Jep rezultate mjaft të mira edhe kundër problemeve të ndryshme siç janë ato respiratore. Parandalon rrjedhjet, zvogëlon inflamacionet, redukton riskun e problemeve që mund të shkaktojë prostata, minimizon gjithashtu të vjedhat, lehtëson nga i ftohti, lehtëson nga problemet e diarres, ndihmon kundër problemeve gastrointestinale dhe konstipacionit. Duke u përdorur si larës goje, mbron dhëmbët nga probleme të shumta, ndihmon gjithashtu kundër shqetësimeve të siç është Alzheimeri dhe probleme të tjera nervore. Shkatron krimbat e zorrve dhe parazitët, mbron shëndetin e tiroides, shpretkës, gjithashtu dhe pankreasit, dhe është një zgjedhje shumë e mirë ushqyese e cila mund të japë rezultate fantastike në dobi të shëndetit dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Por si duhet ta përdorni hithrën në dietën tuaj në mënyrë që të merrni përfitimet e saj? Mjafton të zjeni hithrat në ujë të vluar dhe lëngun ta konsumoni çdo ditë. Megjithatë, përpara se të bëni këtë, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj, sepse hithrat mund të kundërveprojnë me një sër medikamentesh. Është provuar se nëse jeni duke marrë medikamente për diabetin dhe pini lëngun e hithrës bashkë me ilaçet për të, atëherë mund të keni një ulje më të madhe se sa duhet dhe të shkaktojë komplikacione në organizmin tuaj. Ndaj, nëse merrni medikamente të caktuara, konsultohuni me ekspertin e shëndetësisë nëse hithra është e përshtatshme për ju ose jo. Hithrat në shumicën e rasteve mund të shkaktojnë një djegje mjaft të madhe të lëkurës suaj, prandaj duhet të evitoni kontaktin e drejtpërdrejtë me lëkurë, kryesisht në pjesën e duarve. Ajo mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë lehtësuese kundër një sër komplikacionesh. Për sa kohë përdoret me kujdes dhe brenda normës lejuar, sigurohuni që të merrni përfitimet më të mira prej saj. Hithra është e njohur në latinisht si Ortia dionica dhe ka një trashëgimi të pasur bimore me vlera të larta ushqyese.
Hithra ka qenë e përdorur si diuretik që në kohët e mesjetës në Europë. Një filxhan me hithra, ose edhe uji i saj, përmban gjithashtu vitaminën A, vitaminën B, vitaminën K, riboflavin, niacin, folat, karbohidrate, yndyrna dhe proteina. Ajo është gjithashtu e pasur me minerale të tilla si kalciumi, hekuri, kaliumi, fosfori, magnezi, zinku, bakri dhe mangani. Jo mund të përgatisni lëngun e hithrave duke vluar disa gjethe hithra në ujë dhe mund të shtoni një lugë mjalt si ëmbëlsues. Ja disa nga përfitimet që do të merrni prej konsumit të hithrave në dietën tuaj sipas WebMed. Parandalon formimin e gurëve në veshka dhe problemet të traktit urinar. Lëngu i hithrës është një diuretik natyror që lejon rrjedhjen e duhur të lëngjeve nga veshka dhe nga fshikëza, duke parandaluar kështu formimin e gurëve në veshka. Ajo mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese dhe parandaluese kundër këtyre komplikacioneve, që mund të cilësohet si një ndihmë shumë e mirë. Hithra lehtëson dhimbjet e gjymtyrëve, gjithashtu edhe të muskujve. Hithra ka qenë e përdorur që në kohët e lashta edhe për lehtësimin e problemeve të artritit. Ajo ka veti të mira antiinflamatore dhe redukton dhimbjet e muskujve tuaja gjithashtu. Lehtëson gjithashtu edhe ekzemat dhe problemet të tjera të lëkurës. Për shkak të vetive antibakteriale që ka, lëngu i hithrave ndihmon në eliminimin e toksinave nga trupi dhe lehtëson gjithashtu problemet e irritimeve të lëkurës. Ajo do të parandaloj edhe problemet të ndryshme të alergjive. Lëngu i hithrave mund të lehtësojë alergji që ndodhen për shkak të ndryshimeve sezonale, siç mund të jenë kruajtjet, irritimat, gjithashtu edhe teshtimat. Ajo është një tonik shumë i mirë edhe për anën femërore, gjithashtu është e mirë edhe për sistemin tuaj tretës. Pini lëng hithre në mënyrë që të parandaloni dispepsin, të vjellat, kolitin, parazitët dhe problemet të traktit të tretjes. Ato do të ulin gjithashtu nivelin e kolesterolit në gjak. Hithra përmban beta-sistosterol. Ky përbërës ndihmon gjithashtu edhe në thithjen e kolesterolit të keq dhe siguron një zemër më të shëndetshme. Ato do të ruajnë gjithashtu edhe strukturën e duhur të qelizave. Hithra është e pasur me flavonoide të tilla siç është për shembull quercetin, një antioksidant i shkëlqyer. Lëngu i hithrës ndihmon edhe në mbrojtjen e ADN-s. Ajo parandalon edhe luhatje të shpeshta të sheqerit në trup. Lëngu i hithrës mund të ndihmojë në parandalimin e luhatjeve të sheqerit dhe të glicemisë. Ajo ka veti të mira diuretike të cilat ndihmojnë në mbajtjen e presionit të gjakut në nivele të duhura. Redukton gjithashtu edhe problemet e brendshme. Pakson gjithashtu edhe komplikacionet që mund të hasë organizmi juaj. Hithra është perfekte edhe për higjienën orale. Përdoreni lëngun e hithrës në formë gargare në mënyrë që të pastroni gojën nga bakteriet e dëmshme që mund të çojnë në prishjen dhe erën e keqe të gojës. Por duhet të tregoni kujdes dhe vëmendje të shtuar. Personat të cilët kanë probleme me stomakun, grashtat zana dhe fëmijët dhe duhet të konsultohen me mjekun e tyre përpara se të përdorin lëngun e hithrës si një bimë medicinale. Jo të gjithë organizmat reagojnë në mënyrë të njëjtë. Ndaj, nëse jeni duke marrë trajtime dhe receta të ndryshme të përshkruara nga mjeku ose medikamente të caktuara, përpara përdorimit duhet të konsultoheni me mjekun tuaj nëse hithra është e përshtatshme ose jo për shëndetin tuaj rastin specifik. Hithra mund të jetë gjithashtu me veti të mira diuretike, laksative kundër alergjive, inflamacioneve. Kjo herës është një nga burimet më të mira të hekurit dhe përmban vitaminën A, vitaminën C, vitaminën B dhe vitaminat K. Lëndët të tjera ushqyese në të njëjtën janë kalciumi, karoten, magnez, kalium, zink e të tjera. Shumica prej nesh nuk e kanë përdorur hithrën, por nëse e përfshini atë në dietën tuaj do të keni gjithashtu edhe një sër vlerash të mira ushqyese. Për sa kohë e përdorni me kujdes dhe brenda sasive të rekomanduara ditore, hithra mund të jetë një aleat i çmuar i organizmit tuaj. Ndaj mos e përdorni dhe mos bëni gabime të paqëna. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë
këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor. Informacionet në këtë video kanë për qëllim informimi dhe asgjë më shumë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.